Ky ishte një iluzion iluzioni që drejtësia e re do të veprojë pas një pengesë nga politika, ndaj kujtdo sa do i fuqishëm që tjetë. Një tjetër iluzion është ai që në procesin e integrimit në Bashkimin Evropian, Shqipëria, qeveria konkretisht do të jetë më e kontrolluar në veprimet e saj, sepse do t'i duhet që të përputhet me normat, vlerat e parimet e Bashkimit Evropian. Por dje në seancë gjatë natës ka pasur një miratim të ndryshimeve në kodin penal për dekriminalizimin e shpifjes në një mënyrë që shoqatat e gazetarëve në Shqipëri dhe në Europë kanë quajtur jo në përputhje me vlerat dhe parimet e Bashkimit Evropian. Si do ta gjykoni? Të duket se as kjo në procesi integrimit nuk ndal veprime të tilla. Jo, në radhë parë ka rënë jo vetëm iluzioni, po dhe premtimi mashtrues i Ramës, premtimi i gjithë fushatës fundit të tij se ne shumë shpejt do të antarësoheshim Bashkimin Evropian. Ka dalë vetë dhe ju ka thënë të tive dhe gjithë opinionit, gjithë publikut, që çfarë ju kam thënë deri dje, nuk është e vërtet, sepse jo pengesa këtu, jo po na kërkojnë tash gjëra që ju nuk e imagjinoni, pra e ka bërë qartë që ajo ëndra dhe premtimi që ju kishte dhënë se shumë shpejt do të mbylleshin gjithë kapitujt e integrimit dhe do të antarësoheshin Bashkimi Evropian, është praktikisht një çështje e mbyllur. Pjesa tjetër asaj që thash ju, Ramës kurrë nuk i ka interesuar as të plotësoj pjesën, kuadrin ligjor në përputhje me Bashkimin Evropian, bën gjoja sikur gjithmonë kur i intereson atij, sikur një gjë kërkohet apo një ligj kërkohet nga Bashkimi Evropian, fakt të kundërtën e asaj ka bërë gjithmonë, ligje që nuk kërkohen nga Bashkimi Evropian i ka futur, siç ishte ai për shembull jashtë quajturi i barazisë gjinore, që në fakt nuk është kusht nga Bashkimi Evropian, po ky e futi për interesat të grupimit ku bën pjesë, pra të agjendës Soros, dhe e trajtoi sigurisht e kërkesë Bashkimit Evropian, pra gjë që s'ishte e vërtet, dhe të kundërtën bën me ligje dhe projekt ligje që i kërkohen nga Bashkimi Evropian apo nga institucionet tjera ndërkombëtare të rëndësishme që të mos i kaloj dhe mos i miratoj. Një nga ato është ky për dekriminalizimin e shpifjes. Fakt unë këtu kam diçka më tepër për të thënë, sepse rreth mos gaboj rreth 14 vite më parë unë kam qenë si përfaqësues i Partisë Demokratike në një grup që u ngrit atëherë me kërkesë të Këshillit të Evropës, mos gaboj. Dhe ne kemi bërë dekriminalizimin atë kohë, e kemi bërë dekriminalizimin të plot, e shpifjes. Po, pra, ky ishte një proces i mbyllur. Ndërkohë, sot kërkohet heqja nga kodi penal i shpifjes, gjë që Rama nuk e do. Dhe do ju kujtoj edhe një detaj, ose më mirë do ju them një detaj, se ju base nuk jeni ndjeni. Një nga gjyqet e para që Rama ka bërë, sa po erdhi në pushtet, me kundërshtar ka qenë gjyqi me mua. Ishte koha ku Rama bërtiste me të madhe që do të çonte në burg shpifësit e tjerë. Pra kush ishte momenti kur ai kërcënonte dhe synonte të mbyllte gojën e opozitës duke kërcënuar me burg. Dhe atë kohë, unë thash isha pjesë e grupit që e kishte dekriminalizuar, ai modhi në gjyq me bindjen dhe me shpresën se do dënohesha me burg. Dhe kur mori vesh se nuk kishte dënim me burg në atë kohë për deklarimet e për gazetarët e për shpifjen përgjithësi, u bë si i tërbuar. Pra Rama e ka kërkuar gjithmonë dënimin me burg të gazetarëve, sepse gazetarët janë ata që përballen më shumë me dhënien e informacioneve,